Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit se çfarë në fakt po ndodhe në Big Brother VIP Kosova, apo për të komentuar këto komentet që përfliten lart edhe shumë për raportin tashmë të krijuar shpirtëror që ka krijuar Eliona me Klodianin. Klodiani është duke luajtur jashtëzakonisht fort, por ka krijuar një raport shumë të afërt me Elionën. Ndoshta është dëshira e publikut, ajo që dëshiron që Klodin ta shikon me Elionën, por ditën e sotme Elionën e kemi parë shumë të përlotur brenda asaj shtëpie, ku banorët domethënë e thonë që Eliona është përlotur për Klodianin. Tani, Eliona e shikoj që ka krijuar një afrimitet shumë të madh edhe ka krijuar një lloj besimi, le ta themi, shpirtëror tek Klodiani. Klodiani po i qëndron shumë afër, ditën e djeshme po shikoja që po rregullonin rrobat së bashku në dhomën e gjumit, po koordinonin gjërat të dy së bashku, do me thënë kanë shumë botë të ngjashme dhe kanë krijuar një lloj ambienti të dy brenda në shtëpi. Tani unë nuk them që shtëpia e Big Brotherit nuk është mundësia për t'u dashuruar, por Klodiani dhe Eliona mendoj që kanë patur shumë mundësi për t'u dashuruar, por siç duket, Eliona tani ka filluar që ta ndjen Klodin. Nuk mendoj që Eliona ka qarë për Klodin, por mendoj që ka qarë për lojën brenda, ndoshta sepse dëshiron që të jetë në qendër të vëmendjes. Klodi ka një lidhje jashtë të hapur, një lidhje që në fakt është komentuar dhe po komentohet jashtëzakonisht shumë nëpër median sociale dhe nuk ma merr mendja që do të krijonte një diçka brenda asaj shtëpie, edhe pse gjatë një bisede kur ka bërë me Londrimin, i ka thënë Londrimi që unë nuk i besoj lidhjet e dashurisë që bëhen këtu brenda në shtëpi. Doja të marr mendimin tuaj, si e shikoni ju raportin e Klodit dhe Elionës, ndërsa unë nuk e shoh si një raport dashurie, por unë e shoh si një raport shoqëror shumë të mirë që Eliona, Londrimi dhe Klodi kanë ndërtuar brenda kësaj shtëpie.